Përshëndetje vëllezër e motra, pra nga restorant Berlin në Lipjan, është dita ime pra e fundit, kismet prej nesër shihemi në Gjermani. Por mos e harroni restorantin Berlin, marrë me vizitu, ju mirë pret vllau im pra këto, siç ju kam njoftuar në të kaluarën, pra me një ambient shumë të veçantë, me ushqime shumë speciale, edhe me gjithçka me një fjalë perfekte. Pra vllau im, siç e dini, ka shumë kohë u bon një vit tashmë që patar nga Gjermania nuk do të jeton atje, e ka hop këtu dhe siç e dini ju të cilët keni pak respekt për mua, mos harroni ta vizitoni pra. Edhe pse ju falenderoj shumë për zemërsisht, edhe pse e keni vizituar shumë edhe më ka tregu vllau. Pra unë nga nesër nuk do të moj, po nga e endja do të jem pra përsëri i qasshëm se siç ju kam njoftuar kam pas një rast pra në familje që ka qenë me shëndetësi jo mirë, ka qenë i smur, dhe për atë arsye ju marr si shpejt dhe i kom ndërprej të gjitha aktivitetet. Unë edhe një herë ju përshëndes të gjithë dhe ju dëshiroj gjitha të mirat, e lut Zotin që të keni dhe shëndetin me respekt. Muhammed Bajram Mehmeti, kaloni sa më mirë.